Gjibani ka pranuar se ka qenë i dashuruar me Danjën. Teksa ishte i ftuar në wake up, pranoi se kur ishte në show kishte ndjenja, por tani jo më. Për kë thuaj që do të merrte malli. Do më merrte malli për Danjën, përgjigjet Gjibani. Isha i dashuruar kokë këmbë me të. Tani nuk jam më. Reflektoj dhe shikoj shumë shpejt se çfarë po ndodh. Jam i dashuruar me të qenit i dashuruar. Më inspironte ishte muza ime. E ushqeja unë këtë gjë. Dola nga dashuria shumë shpejt. Ke pasur komunikime Redin të dashurin e Danjës? Nuk kam pasur asnjë lloj komunikimi. Ai ka kontaktuar familjarët e mi dhe ka kërkuar që të mbaroj kjo gjë. Ka qenë komunikim njerëzor korrekt. Të ishte ndryshe do të ishte marrë vesh. Ndërkohë, Gjibani ka treguar për momentin kur ju kërkua të dilte nga Big Brother VIP si pasojë e shëndetit të teatrit. Më erdhi keq, nuk e shpjegoj dot me fjalë çfarë situate emocionale kisha. Nga njëra anë ishte babai, e nga ana tjetër po ikja nga një ambient me ndjenja shumë të forta. Do të më mungonte shtëpia, do të më mungonte një njeri aty brenda. Nga momenti që ika nga aty e derisa erdha në shtëpi, kam pasur njerëz që më pyesnin si është babi dhe e bënte më intensive situatën. Sa të poshtër ca njerëz që i bëjnë ca foto si paparac. Është ofenduese, është kriminale. Ta shikosh që kisha atë hall dhe ta kesh mendjen të më bësh foto. Është falsitet, u shpreh Gjibani.